Dikujt mund të mos i duket etike që të hysh në një debat mes një gazetari dhe kryeministrit në një çështje e cila ka një ndjeshmëri publike. Blendi Fevziu nga Studio e Opinionit ka thënë se ministrat çojnë kaseta, janë 7 prej tyre që ndodhen jashtë, ndërkohë në Shqipëri tregohet sikur zhvillohen aktivitete. Që Blendi Fevziu ka të drejtë, këtë kryeministri Rama e di, po ndoshta varet sa e shtrin në kohë, muajin e fundit apo me vite. Sepse nuk janë të pakta rastet kur kanë qenë gazetarët me ministrat në udhëtime dhe ndërkohë gjatë kohës që kanë fluturuar nëpër aviona, në rrjetet sociale jepeshin inspektime të ndryshme. Ne si CNA kemi publikuar nga të parët video dhe materiale të tilla. Sot po sjellim një rast flagrant, rastin e kryebashkiakut Erion Veliaj. Teksa CNA publikoi ekskluzivisht lajmin në orën 13:57 të 10 shkurtit të 2025 për arrestimin e kryebashkiakut Erion Veliaj, ky i fundit bëri atë që bënte më së miri, të shes një aktivitet sikur të jetë live. Në 10 shkurt të 2025-s në faqen zyrtare të Erion Veliajt në Facebook, po transmetohej një aktivitet i Veliajt në ysberisht, ndërkohë që në këtë kohë u bë arrestimi i kryebashkiakut në ambientet e Bashkisë së Tiranës, siç edhe u pa nga pamjet ku byroja kombëtare e hetimit shoqëroi Veliaj nga Bashkia e Tiranës drejt burgut. A nuk ishte Erion Veliaj në zyrë kur transmetohej video e arrestimit të tij? Kryeministri do na përgjigjet, po kjo do të thotë që ishte në zyrë, nuk ka ikur pa leje jashtë dhe transmeton videot. Atëherë, në sa raste kryebashkiaku Erion Veliaj nuk ka qenë në zyrë por ka qenë jashtë, me apo pa leje s'ka rëndësi, dhe në media transmetoheshin live inspektime në shkolla, në rindërtim, në punë publike, janë me dhjetra. Erion Veliaj është ekzemplari, meqense është dhe në detyrë, pavarësisht se është në burg. Pastaj vinë me radhë ministrat e Ramës. Ka dhe nga ata që nuk janë më në detyrë, ka dhe nga ata që janë në detyrë. Pastaj t'ja kalojmë po të dojë edhe te ministrat e tij me radhë, zëvendës kryeministrat, ministrat e brendshëm, infrastrukturës, arsimit. Këtë doj kryeministri ynë. Zhvillojnë 1, 2 apo 3 aktivitete në ditë dhe mbajnë, e futin në xhep një aktivitet apo tjetrin dhe e japin kur nuk janë në Shqipëri, kur kanë dhe aktivitete jashtë, se nuk është e thënë të jenë jashtë vetëm me pushime, mund të ikin dhe për agjenda zyrtare, por i ruajnë ato dhe na japin sikur kanë bërë aktivitet në Tiranë apo në ndonjë vend tjetër. Ndaj kryeministri Rama e ka të kotë debatin me Fevziun. Pavarësisht se Blendi do ja nxjerr emrat apo jo, do ja nxjerr videot apo jo, është shumë e thjeshtë. Mjafton të merret sistemi Teams dhe rrjetet sociale kur ministrat transmetojnë dhe aty i ka të gjitha në sa raste kanë ikur. Pastaj ua ka dhënë leje Rama të ikin jashtë dhe të transmetojnë këto video apo jo, kjo është një tezë tjetër. Fakti është se ministrat e qeverisë, kryetar bashkish, publikojnë në rrjetet sociale dhe shpërndajnë për mediat aktivitete dhe gjatë ditëve kur ata nuk janë në Shqipëri apo nuk ndodhen në qytetin e caktuar. Pra aktivitetin e kanë bërë në Vlorë, në Fier, në Korçë apo Shkodër, një ditë më parë apo 2 ditë më parë dhe transmetojnë më vonë. Për më tepër, shembulli i këtyre transmetimeve më të vonshme të aktiviteteve është dhe vetë kryeministri. Kjo është një gjë normale që ndodh për shkak se ka shumë aktivitete dhe për të mos mbivendosur njëra tjetrën, disa përpiqen të shmangen. Dhe vetë Rama ka aktivitete duke mos qenë fare në Shqipëri, transmetohet atë ditë apo më vonë. Kjo e koordinuar nga zyra e tij të propagandës. Ndaj dhe ky është një debat që kryeministri e do për të tjerë, siç bën shpesh me mediat, por në fakt e ka të humbur pasi këtë gjë e bën dhe vet. Dhe nuk ja ka fajin Blendi Fevziu, por ja ka qefi propagandës dhe rritjes së audiencës në rrjetet sociale, për të cilën ka hapur dhe debatin me gazetarin.